periudhë festive, çdo vend merr një tjetër gjallëri. Ndodhemi tek Hotel Bonita, ku siç e shihni, reflektohet shumë bukur ngrohtësia dhe fryma festive. Hotel Bonita, një rrjet hotelerie, një strukturë ku në mënyrë aktive që nga viti 2000 ka shërbyer për zhvillimin e turizmit të kësaj zone. Ylli, mirë se gjej. Përshëndetje, mirë se erdhët në minutat të hotelit Luxury Bonita. Së pari, cila është filozofia e Hotel Bonita? Çfarë synoni ti ofroni mysafirëve tuaj? Në radhë të parë, ne kemi si primar mikpritje ndaj klientëve dhe ti ofrojmë një akomodim sa më të rehatshëm në hotelin tonë. Domethënë duke përfshirë të gjitha aksesorët apo shërbimet që përfaqëson hoteli, duke filluar nga dhoma, pishinat, aquaparku, vaktet e ushqimit edhe të gjitha argatimet sipas dëshirës së klientit apo edhe dëshirave të fëmijëve të vegjël. Për sa kohë operon rrjeti hotelerisë Bonita? Rrjeti hotelerisë Bonita ka startuar që në vitin 2000, e cila fillimet e saj ka pas me 7 apartamente të vogla dhe me një restorant të vogël. Edhe sot ne jemi me 2 hotele të mëdha që ka një kapacitet prej diku te 600 dhoma ashtu total. Domethënë në 2 hotelet klasiku dhe luxury që jemi ne këtu. Mesatarisht sa është kohë zgjatja e qëndrimit të pushuesve këtu? Për çdo pushues që akomodohet në këte, mesatarisht është nga 4 deri në 7 ditë, të cilët operojnë me paketën all inclusive, të cilët janë 8% e klientëve, të cilët përfshihet mëngjesi, dreka, darka. Ka dhe një vakt sneku i cili vazhdon operon nga ora 11:30 deri në orën 7:30, të cilët ky vakt është në mes të vakteve tjera, sepse në momentin që klienti vjen mbas drekë ka mundësi të konsumojë diçka, nëse një klient vjen para darkë ka prapë mundësi të konsumojë diçka. Dhe ka shumë hapësira që mund të kenë aktivitete të ndryshme gjatë ditës, Patjetër, gjatë ditës, pa u mërzitur gjatë të gjithë ditëve të tyre të qëndrimit. Mund të konsumojnë çfarëdo lloj orari, pavarësisht vakteve që kemi, është ky vakt që i përmbledh të gjitha që mos ngelet asnjë klient pa konsumuar diçka ose të ngelet i pakënaqur. Gjatë ditës klientët kanë mundësi ta shfrytëzojnë, ato shfrytëzojnë aquaparkun i cili është më i madh në zonën e Golemit që kemi ne, i cili ka një funksion të ndryshëm, pavarësisht 2 pishinave të mëdha, kemi edhe 2 pishina të vogla për fëmijët e vegjël, të cilët mund të argëtohen mes këndit dhe lojrave që janë brenda në pishinë. Një muzikë live gjatë mbrëmjeve? Gjatë mbrëmjeve operojmë dhe me muzikë live, ka raste edhe me DJ, në varësi dhe preferencave të klientëve, sepse kemi një shumëllojshmëri të ndryshëm klientësh, kemi edhe të huaj, po kemi edhe shqiptarë. Në varësi të kërkesave të klientëve ne kemi edhe muzikën, ndoshta një ditë me DJ, ndoshta edhe një ditë muzikë live. Nga cili vend vizitojnë më së shumti? Hotelin ton, kohët e fundit ne kemi pasur klientë të huaj si nga Polonia, Çekia, Bullgaria, po ashtu që pjesën më të madhe mbizotrojnë pjesë e klientelës shqiptare, e cilë janë shqiptarët e Kosovës, po ashtu dhe shqiptarët e Maqedonisë të veriut. Por dhe shqiptarët të Shqipërisë që janë këtu, që vazhdimisht vinë dhe e frekventojnë dhe hotelin tonë. Përse vizitorët zgjidhin pikërisht Golemin për të kaluar pushimet e tyre? Cili është ai elementi ose nga komentet që ju merrni, çfarë ju ka tërhequr më tepër këtu? Realisht ne na bën diçka, domethënë më diferente të tjerët, sepse ne kemi në radhë mikpritjen. Domethënë i presim klientët që mos ndihen sikur ato janë larguar nga shtëpia, po thjesht kanë ikur nga një shtëpi dhe kanë prapë në shtëpinë e tyre që të shlirohen apo të kalojnë pushime sa më të mira.
Do më thënë që ne duja krijojmë ato që sikur janë në shtëpinë e tyre akoma, vetëm sepse janë shtuar disa shërbime ekstra ose shërbime shtesë, si është piscina apo e gjitha llojet e tjera të shërbimeve. A ka zona një turizëm gjithvjetor? Patjetër, tek ne ka dhe turizëm gjatë vjetor, për shembull kemi raste fundjavëve që do vinë klientë të ndryshëm për punëtojnë në pjesën e spas që e kemi ne. Normalisht sauna, piscina dimrore, dhomën e kripës, kemi edhe një palesër, mini palesër të vogël që klienti që vjen mund ta shfrytëzojë edhe atë. Normalisht është fundjavë në dhjetor, kemi goxha klientë që na vinë paktën ndoshta edhe 3 ditë, paktën edhe 1 ditë, ndoshta edhe më shumë se 3-4 ditë që ne frekuentojmë hotelin ton. Për shkak se kemi këto opsione edhe pjesës së ditës.